Dhe pikërisht kur menduat se Izraeli ka kaluar çdo kufi. Të hënën më 30 mars, Parlamenti Izraelit miratoi një ligj që lejon dënimin me vdekje ekskluzivisht për palestinezët e dënuar nga gjykata ushtarake për sulme vdekje prurse. Kryeministri Netanyahu shkoi në seancë për të marrë pjesë në mënyrë që të votonte personalisht për ligjin. Ministri izraelit Ben Gvir, i cili udhëhoqi iniciativën për miratimin e ligjit, valviti një shishe në shenjë feste. Dhe ky është mesazhi i zëvendës kryetares së Parlamentit Izraelit, e veshur me një kostum që simbolizon dënimin me vdekje. זה לא משנה אם בזריקה, ברעל או בחבלים, העיקר חוק עונש מוות למחבלים, אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם. Purim Sameh lekon am Israel. Megjithse formalisht paraqitet si masë kundër terrorizmit, në praktik do të zbatohet ekskluzivisht ndaj palestinezëve dhe jo izraelitëve hebrejnë që kryejnë vepra të ngjashme. Masa përfshin ekzekutimin me varje brenda 90 ditëve nga shpallja e vendimit. Kritikët paralajmërojnë se bëhet fjalë për një ligj haptazi diskriminues, ndërsa autoriteti palestinez e quan këtë ligj krim lufte kundër palestinezëve, duke pohuar se shkel konventën e 4 të Gjenevës. Dhe konteksti tashmë është i frikshëm. Sipas të dhënave palestineze, më shumë se 9300 palestinezë ndodhen aktualisht në burgjet izraelite, përfshirë gra dhe të mitur. Shumë raste vdekje mes palestinezëve në paraburgimin izraelit janë raportuar si pasojë e torturës, urisë dhe neglizhencës mjekësore, sipas të dhënave të grupeve për të drejtat e njerëzit. Dhe pavarësisht thirrjeve të ministrave të jashtëm të Australisë, Mbretërisë së Bashkuar, Francës, Gjermanisë dhe Italisë të dielën që Izraeli të tërhiqej nga planet për miratimin e ligjit. Ligji u miratua dhe do të hyjë në fuqi pas 30 ditësh.